Bletaria në qarkun e Shkodrës po një zhvillim të qëndrueshëm vitet e fundit e nxitur edhe nga skemat kombëtare në mbështetje të bujqësisë dhe blegtorisë. Sipas drejtuesve të shërbimit të veterinarisë në qark, rritja financimeve për këtë sektor ka sjellë interes të shtuar në zgjerimin e aktivitetit nga ana e bletëritësve. Për vitin 2026 është dyfishuar shuma e përfitimit financiar për bletëritësit, një masë që pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në shtimin e numrit të fermave të bletëve. Aktualisht në qarkun Shkodër, fermat mirëfillta që merr vetëm me rritjen e bletëve janë 741 ferma me rreth 63.500 koshere. Ndryshimi i skemës, domethënë në një farë mënyrë kanë nxitur fermerët edhe në procesin e legalizimit, domethënë këto ferma domethënë janë përfshirë në procesin e matrikullimit të koshereve. Në njëjtën kohë ka rritur edhe interesin për sa i përket përfitimit se në krahasim vitin e kaluar, shpërbimi ka qenë 10.000 lekë të vjetra për një koshere, ndërsa në skemin e vitit 2026 është 20.000 lekë. Krahas shtimit të koshereve, rëndësi e veçantë po i kushtohet edhe cilësisë së mjaltit. Specialistët e fushës bëjnë të ditur se bletëritësit po orientohen gjithnjë dhe më shumë drejt praktikave natyrore të trajtimit të koshereve, duke reduktuar përdorimin e medikamenteve që mund të ndikojnë në cilësinë e produktit. Monitorimi që i bëjnë mjaltit konstatohet domethënë që nga vit ka ardhur duke ra numri i rasteve kur në mjalt konstatohen mbetje. Për shembull, për vitin 2023, ne kena pas në nivel qarkut 7 raste të mbetjeve me antibiotik në mjalt. Në vitin 2024 kena pas 3 raste dhe në vitin 2025 vetëm një rast. E favorizuar nga resurset natyrore, bletaria mbetet një ndër sektorët me potencial të lartë në qarkun e Shkodrës, duke kontribuar jo vetëm në ekonominë familjare të fermerëve, por edhe në zhvillimin e përgjithshëm të bujqësisë në zonë.